tani është hadithi I fundit që do ta lexojmë për sot, është hadithi I Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot shejtani thot I lidh 3 nyje thot në kokën e juaj, thot 3 nyje thot I lidh shejtani në kokën e dikujt prej juve kur jeni duke fjetur. Thot edhe në çdo vendin e çdo nyjes godet dhe thot e ke natën e gjatë, thot rri, flaj. Thot e nëse zgjohet robi dhe e përmend Allahun thot një nyje thot zgjidhet një nyje. Nëse merr abdes thot zgjidhet nyja e dytë. E nëse falet thot zgjidhet nyja e tretë. Nëse falet zgjidhet nyja e tretë. Thot atë thot do ta mbri sabahin thot do të jetë aktiv dhe do të jetë në gjendje të mirë shpirtërore. Por ndryshe thot do ta mbri sabahin thot me gjendje të keqe shpirtërore dhe do të jetë ndembel.